A mund të çojë në këtë drejtim konkretisht hapjen e dosjes së Edi Ramës, lobimi që ka bërë nga ana tjetër kryedemokrati Sali Berisha, i cili përmes shoqatave të ndryshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka realizuar një lobim për $6 milion, dhe ndërkohë kanë dalë edhe dokumente të tjera i cili kishte kërkuar tërthor razi për të udhëtuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kontrata ishte një makinacion i atyre që donin të thonin që sa lek pagoi Sali Berisha për veten e tij, ashtu siç ja përmeni edhe zoti Braçe, por e vërteta është që lobimi është i lishëm në Amerikë dhe përderisa nuk kemi një rast konkret vepër penale apo një shkelje ligjore, është e kohët për të diskutuar lobimet apo gjëra të tjera që ka të bëjë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me rolin e Berishës që kërkon të shplajë ose më mirë të pastroj veten e tij, sepse nuk mundesh të ngjyrosësh apo të mundesh të diskriminohesh nga një administrat Biden që ka qenë në sferën, por edhe në ndihmën edhe në ndikimin e fondacionit Soros, që familja e Blinken ka qenë familja më e privilegjuar e fondacionit Soros. Këto politika të caktuara të administratës Biden bërën që të cenojnë marrëdhëniet e Partisë Demokratike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe të Sali Berishës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur zoti Berisha ka qenë ai i cili ka pritur për herë të parë në vendin ton presidentin amerikan George Bush, që do të thotë duhet të jesh shumë naiv të besosh që ka kaq shumë i keq Sali Berisha, ku ndërkohë Departamenti i Shtetit asaj kohe pranonte që zoti Berisha ka qenë një kryeministër i denjtë dhe vjen administrata Biden kur Berisha është në opozit dhe thotë që ky dyshohet për aferat të korrupsionit. Tani këtë besoj unë, besoj administratën më parshëm që të erdhi këtu presidenti amerikan, apo të besoj plakun Biden i cili iku nga kandidimi sepse i than u plake edhe të komandojnë tjerë dhe s'komandon ti vetën dot. Këtë besoj. A mendoni se Berisha mund të hakmerret ndaj Edi Ramës me të njëjtën mënyrë që ai pretendon se Edi Rama u hakmor ndaj tij duke shpallur në ngrata përmes lobimit në Departamentin Amerikan të Shtetit? Nuk e di se si janë pëlqimet e zotit Berisha. Nuk mund të bëja një analizë të tillë. Edhe sikur të më bëhet ti mua pyetje, shfaqjet e mia publike thënë shumë qartë çfarë do bëja unë në rastin e zotit Berisha. Konkretisht? Atë që se ka imagjinuar kurrë. Që do të thotë? Gjithmonë të lishme, kupton? Asnjëherë unë nuk do përdoj mekanizma të palishme, por me procedurë. Zoti Rama, mekanizëm ligjor përdori edhe kryeministri Rama. Jo. Ai ka përdorur mekanizëm ligjor, por pa procedurë. Më dëgjoj mua çka ka thënë Rama, ka thënë një gabim në nëse i referohemi deklaratave të Berishës. Jo, më dëgjoj të them unë diçka tjetër më të rëndësishme që asnjëherë s'e ka marrë vesh këtu, sepse Rama e ka thënë nga pushteti tepër që kanë këta, nuk pyesin për ligj, ja kupton? Këta kanë një smundje, asnjëri nuk ja ka parë. Këta kanë një smundje që nuk i intereson ligji se janë mbi ligjin. Rama, kur mori në pyetje për incineratorët në radhë, Rama tha, të gjithë vurën re që tha paf. Jo, unë nuk vura re atë. Ai tha, me mënyrë të tillë, shikoj si bëri. Qa procedurë, që më duhet mua procedura? Zotri, te ligji material ekziston patjetër procedura. Është edhe ligji material, edhe ligji procedurial. Në rast se ti zbaton ligjin material pa respektuar procedurën, kemi të bëjmë pavlefshmëri të çdo veprimtarie. Edhe kështu është edhe vepra penale. Në të njëjtën mënyrë, si do dënohesh ti nga ligji material ku ndërkohë duhet të zbatohet ligji procedurial penal? Zoti Rama tha që pyesën procedurën, ç'është kjo procedurë kjo? Unë fa. Të gjithë muajt të fa, po nuk pa procedurën. Që do të thotë, nga procedura është ajo që ka ndodhur që këta nuk e besojnë dhe unë them për procedurë. Pra, unë në mënyrë proceduriale do të bëja atë që zoti Rama nuk do ta kishte pritur. Pse? Sepse nuk e din burri botës. Si ja kanë thënë, o vlla, kemi edhe materialin edhe procedurën, që duan ato shqipe.
A e kupton? Nuk ja kanë thënë. Prandaj, ç'a të them unë tani? Ç'a do bëj zoti Berisha? Le të bëj ç'a do qefi. Po unë do bëja ndryshe, me procedurë. Si mendoni, cili do të jetë qasja e vetë presidentit amerikan Donald Trump me qeverinë e re që do të krijohet pas zgjedhjeve të 11 majit, dhe a do të ketë atë qasje për të piketuar apo seleksionuar individ të tillë që mund t'i shpallë non grata, siç ishte rasti i Milorad Dodik në Bosnjë Hercegovinë? Zoti Trump, linja Trump, zëvendës presidenti i Trumpit, ka thënë qartazi që sherifi është në çdo qytet, është në qytetin tuaj. Brenda 24 muajsh do të shikoni sherifin i cili do të flasë, dhe sherifi do të flasë në mënyrë të heshtur. Folja në mënyrë të heshtur është më e frikshme se ajo që bënte Yuri Kim përpara Partisë Demokratike, duke i thënë demokratëve përbar, edhe duke shpallur në ngrada njerëz të cilët ajo nuk e kishte në kompetencën e saj, ashtu siç tha fjalinë e famshme që mora garanci nga Edi Rama, Yuri Kim, imagjino tani ambasadorja, mori garanci nga Edi Rama në 2021-shin që nuk do përfshika Edi Rama Tom Doshin në koalicionin e 2021-shin. E kupton tani ku jemi? Pra një ambasadore e barit na thot ne që mora garanci nga Edi Rama që nuk do përfshin në 2021-shin Tom Doshin. E kupton ku jemi? Pra, të jemi të qartë, të dashur miq. Administrata Trump nuk do bëj gabimet e plepaxhive dhe të qimetes e cila është qimete. Por ajo që unë di është kjo, që administrata e re është këtu, sherifi është këtu, ka ardhur disa herë, po asnjëri se ka pa. Thjesht nuk do themi ku është, po është. Nuk është ai që duket në media, është i padukshëm. Do të shfaqet në momentin e duhur dhe në kohën e duhur. Por nuk është ai që ka Berisha aty në krah për strategjinë e tij. Ai nuk quhet sherifi, ai nuk është sherifi, është tjetër person. Ju keni përmendur një listë me 69 emra që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë seleksionuar për t'i goditur apo shpallur non grata sipas veprave të tyre që kanë kryer kryesisht në Shqipëri dhe në rajonin e Ballkanit. Kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund ta bëjnë të ditur për opinionin publik një listë të tillë, dhe kur kjo mund të krijojë atë fortunën e madhe në politikën shqiptare? Administrata Trump nuk do punojë si administrata Biden. Lista do të shpallet gradualisht dhe ata të cilët do të marrin dënimin e merituar do ta shikojnë kur do të marrin vizën, të marrin biletën, të shkojnë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe të kthehen nga avioni, pra të kthehen nga aeroporti mbrapsht sepse i është ndalu hyrja. Pra do lodhen ata derisa ta kuptojnë. Por ajo që unë i bëj apel atyre, të cilët do të shkojnë tentojnë të kalojnë përtej oqeanit, të kthehen edhe të shfaqin vizën edhe çfarë ka përmbajtja e vizës pastaj. Kjo është sfidë publike. Sepse duhet kuptoni diçka, viza është një e drejtë personale që personi vetë ka vullnetin e tij dhe aplikon dhe kërkon nga shteti. Jo se unë jam i pajisur me vizë, kur se kam kërkuar pse të më pajisë me vizë. Pra, këto 69 persona të cilët e kanë vizën, të marrin avionin, të shkojnë atje, kur shkojnë te sporteli, po i tha xhaxhi polic, kalove, po i tha xhaxhi polic, ktheu, do kthehen. Prandaj them të kenë edhe bilet kthimi me vete. Po janë 69 dhe do jenë 69, po nuk do dalin ta thënë. Pse? Do presësh se këto do ka një pritje. Për shkak se ata janë të Partisë Demokratike Amerikane, do presin të vinë Partia Demokratike Amerikane pas ikjes së Trump, po iku Trump se do mund të vizë vëndës presidenti e tij si president. Edhe atëre do fillojnë të bëjnë intrigën që presidenca Trump, kjo kështu me radhë, ai kështu me radhë me fajt këto gjëra. Por 69 veta i ke të sigurt, i ke nga lloj-lloj kategorie, i ke lista është e përkryer. Thjesht vetëm Trumpi nuk bën atë që bëni Biden, që të
të nxjerr me emër mbi emër edhe të shuan, e kupton? Kurse ai rasti i Trumpit e bën pak shumë ndryshe. Nuk e bën si Bideni.